Në Tiranë u zhvillua takimi dyditor i Komunitetit Parlamentar Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku përfaqësuesit nga të dyja palët vlerësuan përparimin e vendit në rrugën e integrimit dhe rëndësinë e bashkëpunimit institucional në këtë fazë të re të negociatave. Hapja e kapitullit të fundit të negociatave u cilësua si një moment kyç, kërkon jo vetëm përmbushjen e reformave të mbetura, por edhe dialog të sinqert ndërmjet forcave politike. U fokusuam veçanërisht tek reformat që ende janë shumë të nevojshme për ta çuar Shqipërinë edhe më pranë Bashkimit Evropian, por dhe për të konsoliduar sundimin e ligjit në vend, në dobi të të gjithë qytetarëve të saj. Në këtë drejtim jemi dakord për nevojën për të pasur legjislacion të mirë, si dhe zbatimin e tij të qëndrueshëm dhe të intensifikuar. Në fjalën e tij, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi vuri në dukje se progresi në integrim nuk mund të arrihet pa një luftë të vërtetë kundër korrupsionit që sipas kazanafillën e keqeverisjen e vendit. Nën akuzë nga prokuria e posaçme, ajo vazhdon të jetë krau i djathtë i Edi Ramës, numri 2 i qeverisë shqiptare. Megjithatë, ndonse palët ndanë të njëjtin qëllim strategjik për integrimin evropian, debatet u ndezën sërish mbi raportin përfundimtar të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet e 11 majit, ku opozita e cilësoi atë si dëshmi të mungesës së standardeve demokratike. Ne kur jo sot as dje, as pardje, as nesër, as pas nesër nuk do të bëjmë ndonjë deklaratë apo të hyjmë në ndonjë rast dhe për asnjë rast në meritën e një çështje drejtësisë. Takimi i komunitetit përfundoi me theksin se përparimi në procesin e antarësimit varet nga bashkëpunimi ndërinstitucional dhe respektimi i reformave të vendosura nga Brukseli. Siç ka evidentuar raporti OSBE-ODIHR-it, por edhe raporti i kolegëve tanë europian të Parlamentit Evropian, zgjedhjet e 11 majit nuk ishin as të lira, as të barabarta, çka do të thotë se Parlamenti dhe qeveria jonë sot nuk kanë legitimitet demokratik. Dhe nga një qeverisje e cila nuk është produkt i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pra i vullnetit të qytetarëve të shprehur lirisht, nuk mund presësh të qeverisësh me përgjegjësi, të luftosh korrupsionin apo krimin organizuar dhe të punosh me ndershmëri për mirëqenien e qytetarëve.